Dhe ja ku jemi sërish bashk, është koha që të prezentojmë dhe mysafirin e këtij edicioni. Kam kënaqësinë që ta mirëpres këtu në studion e Ekspresit Miss Indefinite, artiste feministe, me cilën bashk do të shpalosim detaje sa i përket performancës së saj më të re, që mban titullin Sërish s'vjen marsi. Është një performancë e cila do të zërvend pikrisht më datë 8 mars të dielën në kryeqytet. Do të shpalosim të tjera detaje në këtë bashkëbisedë, por fillimisht po ju uroj mirëseardhje artistës që tashmë e kemi në studio. Përshëndetje, kënaqësi gjithmonë kur të kemi në Ekspres. Përshëndetje dhe juve, faleminderit, kënaqësia është e imja. Atëherë, siç edhe informova publikun, ka mbetur vetëm edhe pak kohë nga mbajtja e performancës tënde më të re, një performancë të cilën do ta ekzekutosh pikërisht në sheshin Skënderbeu në kryeqytet prej orës 11 të dielën, pra në datën e 8 marsit. Është performanca që kësaj radhe ke titulluar Sërish s'vjen marsi. A mundesh më na shpalos pak më shumë detaje rreth përmbajtjes, çfarë simbolizon ajo? Patjetër, faleminderit edhe një herë. Atëherë performanca Sërish s'vjen marsi është performancë artistike feministe, domethënë tenton që me dekonstruktu këtë mitin e 8 marsit si fest simbolike ceremoniale edhe me e kthy në thelbin e saj politik, që është ditë rezistence, proteste edhe kërkesë për drejtësi dhe parazi gjinore. Njëkohësisht performanca Sërish s'vjen marsi dekonstrukton mënyrën se si 8 marsi është reduktu edhe është depolitizu, andaj është një lloj performimi që e dekonstrukton atë edhe e vë në thelbin e saj politik që ka dhe ma herët duke ja zhvesh petkun ceremonial. Po si artiste feministe, ti vazhdon që t'jesh e zëshme në thirrjet për drejtësi dhe barazi gjinore. Si e vlerëson këtë formë proteste dhe rezistence, pra përmes artit performativ? Arti performativ mendoj që është një prej mediumeve që lehtësisht mundet me përçu mesazhin edhe në mënyrë direkte, qoftë me pjesëmarrje publike të audiencës, qoftë edhe përmes dokumentimit e cila mandej ajo shpaloset në rrjete sociale apo publikohet në platforma të ndryshme online. Performancat e tilla të cilat zhvillohen në hapësira publike kanë qëllim që me reflektu edhe me ngrit ndërgjegjësim tek qytetarët edhe qytetaret të cilat marrin pjesë në atë performancë, qoftë edhe qytetare të thjeshta të cilët nuk bëjnë pjesë si tek komuniteti artistik kulturor, mirë po edhe si pjesëmarrës tjerë që jetu kalu për shembull rreth një performancë ose një vepre që është u zhvillu, ki mundësi që me reflektu ose thjesht me pa edhe me konsumu diçka që vën në pikpyetje strukturat shoqërore patriarkale. Po më pëlqen shumë titulli që ja ke vë performancës, Sërish s'vjen marsi, po më intereson pak me folje edhe për mënyrën se si ti i konceptuan të gjitha këto performancat e tua, sepse po besoj shkon një farë lloj hulumtimi apo diçka tjetër që fshihet prapa përgatitjeve. Nuk është vetëm ai 10 minutësh ose 15 minutësh ose 2 minutësh sado që mund të zgjas një akt i tillë. Patjetër, zakonisht secila vepër që e realizoj fillon njerë me një hulumtim, qoftë konceptual, qoftë hulumtim për temën mbi cilën është duke u kriju performanca. Performanca ka pas performanca që i kemi folë edhe qoftë më herët si që kanë pas tema për shembull për pronën, për femicidin, për dhunën e bazë gjinore. To të gjitha kanë hulumtime dhe mbështeten zakonisht në hulumtime, qoftë nëse jo në hulumtime vetanake, në hulumtime të cilat janë realizu prej organizatave jo qeveritare, ndërkaq për performanca konceptuale edhe për ato zhvillohet hulumtim paraprak, bëhet një farë lloj mbledhje e njohurive paraprake edhe dal nga dal normalisht që fillojnë edhe konceptimet edhe adaptimet artistike, simbolike, allegorike dhe metaforike, qoftë edhe në vendosjen e titujve të ndryshëm, cilet me raste duken edhe si të çuditshëm ose edhe të kapshëm, po normal që ekziston një hulumtim bazë, sepse performancat mendoj që duhet, çfarëdo vepre duhet të ketë një zanafill diku ku është mbështetur në diçka faktike. Patjetër. Pyetja e radhës është si ta them kështu
ndoshta jo e sakt për faktin se unë po ta bëj pyetjen pse duhet dalin qytetarët me ndjek performancën të dielën ora 11, po që në shumë të rasteve me siguri aty më shumë mbledhen njerëz të cilët tashmë vetë se janë në ato ambiente, po megjithatë tash shfrytëzojmë këtë intervistë edhe për të bërë thirrje të gjithë atyre që na ndjekin, pse pra sipas mendimit tan duhet vinë dhe ta shikojnë këtë performancë, cila është rëndësia që fshihet para pasaj. Pyetje shumë e mirë, faleminderit. Mendoj që është shumë e rëndësishme që edhe ata edhe ato të cilat nuk janë persona entuziast në fushën e kulturës dhe artit, edhe thjesht ndoshta u ndjen pak për realitetin cilin jemi duke jetu, e aq më shumë për realitetin cilin vajzat edhe gratë janë duke jetu, edhe cilat vazhdimisht shtypen, ndonse me raste duke që nuk jemi duke u shtyp, mendoj që është më së rëndësishme me marrë pjesë, nëse jo për me marrë diçka në mënyrë materiale, në mënyrë shpirtërore, mentale, psikologjike dhe njëjtën kohë reflektuese, avokuse, mundet me marrë shumë që me ngrit ndërgjegje kolektive tek një grup kolektiv që përbashkohet në performancën e 8 marsit në sheshin Skënderbej që do të mbahet. Kështu që i ftoj gjithë të interesuarit, po edhe ata që nuk kanë interes ndoshta veç për çështje kurioziteti, me pa që performancat edhe veprat e artit munden me dërgu një mesazh për tej praktikave tradicionale dhe konvencionale që na jemi mësuar zakonisht me to. Në qenë se veç që përmende këtë anën emocionale apo psikologjike që mund të sjellë një performancë të tillë, më intereson ta di nga aspekti yt çfarë peshe luajnë secilën herë që i performon këto aktet që ti i përgadit, sepse prapa tyre, ti shpesh ato nuk ka narracion, po që prapa tyre ka shumë emocion dhe krejt bara bie mbi ty si artiste. Nuk mundem me thonë që janë të lehta, janë sfiduse, mirë po për mu është shumë përmbushëse fakti kur personat e tjerë e vlerësojnë atë çka është duke, çka ata dhe ato janë duke pa, ose në ato çka janë duke marrë pjesë, për vetë faktin sepse feedbacku, zakonisht edhe komentet janë pozitive në kuptimin që janë duke pas ndikim, qoftë për me ndryshu diçka, qoftë për me vu në dialog një temë të caktuar, qoftë edhe me ngritë si çështje për me u marrë seriozisht nga institucionet shtetërore. Puna jote, veprat e tua tashmë nuk janë pa njohura për publikun, sepse ke ca vite që je duke bërë këtë punë edhe ndoshta nuk e bën me shumë zhurmë, po gjithmonë je aty e pranishme në datat e caktuara, në rastet e caktuara për të sjell artin tënd. Sa ke arrit deri sot me mbledh publik për vete? Ka njerëz që ndoshta edhe kanë mri me dhënë ndonjë vlerësim rreth asaj se si po pranohet arti yt edhe apo mbrin me e bart mesazhin e duhur? Patjetër, prej fillimit ka fillu që me u rrit audienca, nëse muj me quajt kështu, edhe çdo herë më shumë ka njerëz të rinj edhe të reja që vinë edhe marrin pjesë në performanca. Ky fakt më gëzon të jetë shumë, sepse mendoj që është performancat janë duke pas një shtrirje ma të gjerë, edhe janë duke zgju kuriozitet tek audienca që thjesht me pa edhe me konsumu diçka e cila ka bazë faktike dhe për cilën duhemi me ngritë zo. Zakonisht e vlerësoj feedbackun edhe komentet pozitive që vinë, mirë po ma shumë e vlerësoj edhe faktin kur shembull ka mundësi qoftë bashkëpunimi ose thirrje për me realizu një performancë varësisht nga tema që është trajtuar në mënyrë konvencionale, qoftë për shembull si pjesë e një hulumtimi ose një çfarë do forme tjetër praktike edhe ato me zhvillu, se do më thonë idetë e mia po çmohen edhe veprat e mia po çmohen deri në atë mas sa që edhe me u kërku që një hulumtim me u mundu me realizu në formë artistike. Po ku mendon ti se duhet fokusuar pak më shumë ndërgjegjësimi i qytetarëve të gjeneratat e reja apo të gjeneratat e vjetra, cilat janë më aktuale dhe më shumë aty ku duhet, ku ne duam që t'jenë sa i përket çështjeve që sidomos çështjeve që i prekin gratë në vendin tonë? Mendoj që janë të rëndësishme
tek të dyjat, nuk mundem me ndo, mirë po sidomos në kohën e teknologjisë që jemi të jetu, mendoj që është shumë e rëndësishme me intervenu tek qasjet ku të rinj kanë qasje, qoftë në platforma online, qoftë edhe në shkolla, për shembull edukimi seksual është ineksistent në shkollat në Kosovë, fatkeqësisht, edhe mendoj që është e domosdoshme që të ketë intervenim për të rinjt edhe të rejat. Po, artin tënë, sa e ka ndihmuar kjo qasje e re e teknologjisë? Është pjesë e performancave tona në çfarëdo forme? Po, patjetër, pri fillimit, zakonisht edhe performanca që zhvillohen në hapësira publike, ato dokumentohen edhe mandej shpërndohen në platforma online. Që kam ka ndihmu shumë është fakti që unë jo çdo herë kam synu një grup të caktuar, po kam synu që me po edhe vetëm individ që edhe të panjohur me i pa performancat, sepse me raste sidomos gjatë pandemisë, kur kam realizu video performanca, kam mendu që ato munde me qenë si një lloj mediumi ku qoftë të rinjt ose çfarëdo grupi tjetër mundet me u informu edhe në një farë forme, me u eduku mbi çështjen që është duke u trajtu përmes performancës. Po në vendin tonë e dim se nuk është gjithmonë gjë e lehtë me ngres zërin në këtë formë, sidomos me prek çështje dhe tema të cilat ti synon gjithmonë me i prek përmes veprave tua. Më trego çfarë është ajo që ty të inspiron edhe të shtyr me vazhdu me u marrë me këtë formë arti? Unë mendoj që ma shumë për mu si artiste feministe, ma shumë e ndjej si detyrë edhe përgjithësi edhe një të kohë si obligim qytetar që me realizu vepra, me qenë se vetëm se e kam si edhe pasion, për një të kohë talent, ndoshta edhe një lloj obligimi qytetar thjesht për me realizu diçka që i nevojitet shoqënisë në një format ndryshe. Kështu që për te dëshirës, pasionit edhe inspirimit, mendoj që çështjet ose problematikat cilat shoqënia përballet sot në Kosovë, e sidomos gratë dhe vajzat, ju nevojitet një zë që e thot ato në një mënyrë tjetër. Po, si mendon ti, çfarë duhet bëjmë më shumë ne si shoqëri që të gjithë në formën tonë të mundshme të kontribojmë në kauza të këtilla? Unë mendoj që edhe vetëm për çështje kurioziteti, marrja pjesë ose me shiku, me reflektu, ndoshta edhe me hulumtu për të temën cilën është duke u folë. Ndoshta veprat jo çdo herë duhet me të pëlqy, mirë po ndoshta mundet me nxit që me hulumtu mbi temën që është duke u diskutu. Në këtë rast është shumë e rëndësishme që thjesht me u hulumtu edhe me reflektu. Mendoj që kjo është edhe synimi, sepse nëse fillon një person me reflektu, normal që edhe personi tjetër ka me fillu me reflektu edhe mandena ka me qenë një lloj reflektimi kolektiv që me qenë me prodhu mendime kritike. Po, nuk e dija e ke bërë në të kaluarën, po do t'ishte mirë që në ndonjërën prej këtyre performancave tua të realizon asisoj që të inkuadrohen edhe publiku i pranishëm. Besoj që kur janë të involvuar në një akt apo një performancë, e marrin mesazhin më mirë. Patjetër, unë e kam realizu një performancë të tillë në kuadrë të Samitit Feminist të Arteve Performative, ku publiku ka qenë si pjesëmarrës në performancë. Kjo normalisht që i ka shtu edhe më shumë vlerë performancës, po pajtohem plotësisht që duhet edhe publiku me marrë pjesë në performanca. Supozoj që nuk është fare e lehtë edhe me i sjell performancat, sidomos kur të gjitha përpjekjet janë kryesisht vetanake nga ana jote. Na trego pak si qëndron me përkrahjen, sa gjenë përkrahje në secilin projekt që merr përsipër. Zakonisht performancat cilat realizohen qoftë në bashkëpunim me organizata jo qeveritare, edhe vetë performanca Sërish Zvjen Marsi është performanca cila zhvillohet mes Indefinite Institute dhe Friedrich Ebert Stiftung edhe mbështetet prej UN Women. Normalisht që bashkëpunimet janë shumë të rëndësishme edhe gjej për krahje, me raste ka për shembull barriera ose sfida si ato financiare për me e mundësu mbulimin
ndihmimin financiar të krijimit të projekteve të tilla, mirë po kur ka zell dhe dëshirë dhe vullnet për shkak të mesazhit edhe për shkak të temave, gjejmë mënyra edhe alternativa të ndryshme për me mujt me kriju. Mirë, unë të përgëzoj shumë për përkushtimin tënd, për vullnetin që e ke dhe për të gjitha projektet që ti i ke realizuar ndër vite, të cilat me të vërtet kanë mesazhe të fuqishme dhe shumë të rëndësishme për shoqërinë prapa atyre. Faleminderit shumë për punën që e bën. Faleminderit shumë edhe juve, është kënaqësi mirëpres gjithata edhe ato që janë duke na shikuar që më na u bashkangjit me 8 Mars në orën 11 në sheshin Skënderbeu. Patjetër, faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit.